Faleminderit. Pasi dëgjuam një folës pro dhe një folës kundër, hedhim në votim të hapur me karton propozimin e kryetarit grupit parlamentar të Partisë Socialiste për një ndryshim të rendit ditës. Kush është pro? Pro, kundër, abstenim. Ju lutem kartonët. Numëroni. 71 vota pro. Kundër? Abstenim? S'ka kundër, s'ka abstenim. Kërkesa miratohet. Vazhdojmë me rendin e ditës. Para se të vazhdojmë me pikën e tretë të rendit ditës, interpelancës, ka disa kërkesa për procedurë. Zoti Erald Kapri. Ju lutem qëndrojeni procedurës. Faleminderit, zoti kryetar. Milionit u njoftoj që këtë të diel populli hungares u drejtua kutive të votimit dhe me një pjesëmarrje rekord prej 78%-sh, duke të kujtuar zhvillimet e mëdha të vitit 1989, populli hungares vendosi një ndryshim të madh dhe vendosi qëndrimin e Evropë me parullën kryesore Rus qëndroni larg. Zoti kryetar, era e ndryshimit që erdhi në Hungari do vi së shpejti dhe në Shqipëri. Dhe mesazhi i këtyre zgjedhjeve edhe i kombit të lashtë hungares ishte se pavarësisht vështirësive, pavarësisht jetë gjatësisë në pushtet, pavarësisht ndryshimit të ligjit elektoral që i shërben qeverisë, pavarësisht uljes së numrit të deputetëve, kur populli do ndryshimin, populli e sjell atë. Ndaj, më lejoni t'i uroj fitoren Peter Magyarit, liderit të opozitës, dhe i uroj një qeverisë të mbarë dhe një afrim të marrëdhënieve mes dy vendeve tona mike, mes Hungarisë dhe Shqipërisë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti Kapri, besoj bini dhe ju dakord që s'ishte fjalë procedurë. Zoti Sali Berisha për procedurë. Ky parlament nuk mund të ketë në qoftë se mban parasysh interesat e qytetarëve shqiptar në agjendë asgjë tjetër veç se vjedhjet e binomit Rama-Balluku. Çështja e dytë që ky parlament duhet debatojë dhe të japë zgjidhje është çështja e naftës. Kreu i juaj ju deklaroj socialistëve në lushnje se Europa nuk subvencionon më naftën. Një mashtrim të turpshëm, të paskrupullt, dhe ju që qeshi, ju bëni sklavin këtu, sepse sfidoj çdo njeri dhe çdo shqiptar të gjejë një vend të vetëm antar të Bashkimit Evropian që të mos subvencionoj naftën për fermerët. Përkundrazi, Gjermania e rriti këtë vit subvencionin dhe mundet dhe vendet tjera. Të shkosh dhe të deklarosh vetëm se janë socialist dhe mund të thuash çdo gjë se Europa nuk subvencionon më naftën, bën një akt cinik, një mashtrim me rreth 40% të shqiptarëve që ç'është e vërteta janë pjesa që djersin më shumë, që sakrifikon më shumë, qoftë për kafshatën, qoftë për prosperitetin e vetë dhe të vendit. Ndaj dhe ju që jeni këtu, ose gjeni një vend në Bashkimin Evropian që nuk jep subvencione nafte, ose damkoseni drejtuesin tanë si një mashtrues ordiner, që në çdo fjalë nxjerr një mashtrim, dhe të vendosim këtu të rikthejmë me ligj subvencione e naftës, duke hequr ndaj saj çdo taks, jo vetëm për fermer, por edhe për transportin publik. Sepse ju e morët vesh
që u paksuan me 40% autobuzat e linjave. E kuptoni mirë, dakord, ajo mund të bjeri, po problemi është shumë i rëndësishëm. Ndaj dhe të bëjmë këtu një ndërhyrje urgjente që të subvencionohen fermerët. Po, vin miliardierë të raps edhe marrin me 600 lek naftën. Dhe ata ka rëndësinë ekonomisë e hapin shishë shampanje me rame. Po kjo është turbor. A përfaqësoni ju apo s'përfaqësoni ata fermerë? Apo përfaqësoni vetëm... Ju lutem përfundoni, zotë Berisha. Edhe në rëndite, në debat këtë çështje. Në votim. Fjalën e ka zonja Jorida Tabaku për procedurë, ju lutem. Faleminderit kryetar, gjatë seancës së shkuar në parlament ne patëm një debat të gjatë për çështjet e integrimit. Patëm një debat gjatë për faktin që opozita është lënë jashtë këtij procesi sot, jo vetëm opozita, por edhe qytetarët shqiptar, për transparencën që duhet ketë në këtë proces. Unë besoj që kanë kaluar pak kohë, 10 ditë, 2 javë dhe mendova që qeveria shqiptare do reflektonte dhe do të sillte në parlament informacionin që të paktën parlamenti diskutonte. Në Serbi, pozicionet negociuese publikohen një javë mbasi ato diskutohen me komisionin. I gjithë procesi i negociatave është një proces i hapur dhe transparent. Sot qytetarët shqiptar nuk kanë asnjë informacion se çfarë ndodh me negociatat. Qytetarët shqiptar nuk kanë asnjë informacion për pozicionet negociuese. Parlamenti nuk ka asnjë informacion se cilat janë detyrimet ndërmjetëse. Deputetët nuk kanë asnjë informacion për detyrimet ligjore që duhen plotësuar dhe periudhën kohore. Absolutisht asnjë deputet i opozitës nuk është i përfshirë në këtë proces. Për këtë arsye, edhe një herë në emër të opozitës kërkoj zoti kryetar, ju si kryetar i kuvendit, ju kam kërkuar që në shtator në nisje të sesionit të luani dhe të kryeni rolin tuaj institucional dhe të publikoni dhe të njoftoni dhe opozitën për këtë proces. Në mënyrë të vijuar kemi kërkuar publikimin e ligjeve, në mënyrë të vijuar kemi kërkuar publikimin e pozicioneve negociuese, në mënyrë të vijuar kemi kërkuar që të ketë informacion dhe transparencë. Ky proces nuk mund të jetë një proces teknik, ku shkojnë dhe bëjnë prezantime PowerPoint-i. Ky proces është politik dhe qytetarët shqiptar duhet ta dinë se çfarë po negociohet sot në Bruksel. Qytetarët shqiptar duhet ta dinë a ka apo jo pengesa sot në Bruksel. Qytetarët shqiptar duhet ta dinë cilat detyrime qeveria shqiptare ka marrë angazhim për të kryer dhe nuk i ka kryer. Duhet ta dinë në qoftë se miratimi i ligjit të porteve të jahteve është pengesa apo jo për kapitullin 5 prokurimit publik. Në qoftë se është pengesë për kapitullin 27, në qoftë se është pengesë për kapitullin 14. Qytetarët shqiptar duhet ta dinë në qoftë se mos votimi i imunitetit të ish-zëvendës kryeministres është bërë problematik dhe është diskutuar atje apo jo. Këto janë çështje shumë të rëndësishme procesi i integrimit. Është çështje e interesit kombëtar. Ka qenë objektivi strategjik i Shqipërisë. Nuk mund ta trajtoni këtë si pronë tuajën pa dhënë absolutisht asnjë informacion.